Përshëndetje të dashur miq dhe miqësardhët. Po shoqërohemi përsëri sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Tani në sezon e kemi fikun dhe si zakonisht si çdo vit edhe këtë vit do ta përgatisim edhe reçelin e fikut. Gjitha masat që unë po i paraqes gjatë përgatitjeve të videove, ju mund t'i 2 fishoni, t'i 3 fishoni sipas nevojave të juaja. Unë zakonisht bëj masa më pak për të mos e zgjatur videon. Unë këtu në total kam 2 kg fiq. Fiqin e kam larë mirë për disa herë me ujë, edhe tani do të vazhdojmë që këtë pjesën këtu lartë të fikut të largojmë, por kujdes mos të largoni shumë thellë, vetëm një pjesë të vogël. Vazhdojmë tani të gjithë fiqt të largojmë këtë pjesën lartë. Pasi pastrojmë të gjitha mirë dhe ju prejmë këtë pjesën lartë, tani me ndihmën e një rëmueses duhet që të bëjmë kështu disa vrima që të sigurohemi që sherbeti do të futet mbrenda tek fiku gjatë zjerjes së reçelit. Pasi kemi shpuar gjitha ashtu me vrima, tani vazhdojmë që ta përgatisim sherbetin. Reçeli i fikut duhet zihet në sherbet trant, pasi si frut është i ndishëm. Për atë arsye duhet që ta fusim direkt në sherbet. Për 1 kg fik duhet shtojmë 800 g sheqer. Nuk është shumë, sepse kështu bëhet reçeli. Sheqeri, sherbeti i fortë, e forcon me njëherë kokrën e fikut, e ruan mos na dëmtohet, na mbetet kokra e fortë. E di se shumica nga ju do të më thoni shumë sheqer. Nuk është shumë sheqer dhe nuk është se ne do ta ham një tenxhere. Pra fiku çdo reçel hahet nga pak, shërbehet për mysafir ose me kafen e mëngjesit nga një kokër. Për çdo kilogram fiq shtohet 800 g sheqer, 100 ml ujë. 2 kg 200 ml ujë ose një gotë të ujit. Para se ta vendosim në zjerje, do ta përzijim mirë që sheqeri të rritet pak dhe mos na karamelizohet tani nga nxehtësia. E vendosim tani një herë në zjarr të lartë dhe presim derisa sherbeti të fillon të vlan. Në momentin që sherbeti fillon të vlan në këtë mënyrë, me një herë vazhdojmë që t'i shtojmë kokrat e fikut me kujdes, mos t'i djegim duart. Sherbeti është i rëndë, me njëherë do t'i mpiks dhe do t'ja uruan formën fikut që mos na dëmtohen gjatë zjerjes dhe t'na mbesin kështu si janë. Dhe tani vazhdojmë në zjerje, njëherë në zjarr të lartë, presim derisa t'na merr val përsëri, sepse tani pasi kemi shtuar fiqt mbrenda, sherbeti është ftofur. Përsëri në zjarrin më të lartë, do të presim sa të fillon që të vlan. Nga momenti që fillon të vlan reçeli në këtë mënyrë, e ndaloni zjarrin tani në mesatare dhe vazhdoni me zjerjen. Ndërkohë që reçeli zihet, këtë vit do të përgatisim edhe marmelatën e fikut. Pasi unë zgjodha kokrat e fikut, ato që janë më të forta për reçel, gjitha ato kokrat e buta, pra ato që janë shumë të buta, i kam larë, i kam coptuar në copza më të vogla dhe i kam shtuar në një tjetër tenxhere. Për të përgatitur marmelatën e fikut, masat janë këto. Për 1 kg fik, do të shtojmë 300 g sheqer. Nuk duhet shumë sheqer tani tek marmelata, ashtu siç duhet tek reçeli. Unë këtu kam 1 kg fiq dhe po i shtoj 300 g sheqer. Ndërsa ujë do t'i shtoj shumë pak, 100 ml, sa për ta zbutur. Përzijim mirë dhe vendosim tani në zjerje edhe marmelatën. Marmelatën do ta zijim dikon afërsisht 20 minuta, derisa të sigurohemi që na është bërë një masë e mirë. Unë do t'i shtyp edhe pak me lugë fikun dhe do të vazhdoj në zjerje. Tani që po fillon që të zihet fiku, po e vreni shkumën që po lëshon, e largojmë me kujdes.
Dhe vazhdojmë kështu që ta ziejmë për 15 minuta në zjarr mesatar, derisa të sigurohemi që tërë kokrat e fikut janë zier. Dhe dikon pas 20 minuta zierje, mua më duket se është bërë gati reçeli i fikut. Do ta bëjmë testin e lëngut. Marrim pak lëng. Dhe nëse pikat e fundit fillojnë të bien rënd nga luga, kjo do të thotë se reçelin e kemi gati dhe lirisht mund që të largojmë nga zjarri. Reçelin e fikut unë asnjëherë nuk e zbraz valë të nxehtë në kavanoza. Gjithmonë e lë që të pushoj për 24 orë. Sepse po e vrini, sepse tani po duken kokrat e fikut sikur të janë të rrudhosura. Duke pushuar tani këto në sherbet, do ta thithin tërë sherbetin brenda dhe do të fryhen përsëri. Për atë arsye, unë nuk e zbraz asnjëherë të nxehtë. Do ta lë që të pushoj deri ditën e nesërme, dhe ditën e nesërme vazhdojmë e shtojmë në kavanoza dhe të ta bëjmë edhe demonstrimin e recetës nga afër. Dhe edhe kjo pjesa e marmalatit, ose më sakt është diçka si gjem. Unë këtë e përgatit dhe më pëlqen shumë që ta shoqëroj ndonjëherë me bukë të thekur dhe me krem djathi, po ashtu e përdor edhe në ëmbëlsira të ndryshme. Kjo është konsistenca dhe unë e zieta fiks për 25 minuta në temperaturë mesatare. Nuk ishte nevoja që ta përzijaja fare, pra thjesht vetëm i qëndroja afër që mos të më digjet. Këtë pjesën e marmalatit ose gjimit, valë të nxehtë do ta shtoj në kavanoza. Menjëherë i mbyllim që të krijojmë vakum. Dhe pra të dashur miq, pas 24 orëve, pasi ka pushuar reçeli në sherbet, është fryrë dhe tani kokra e fikut duket kështu. Vazhdojmë tani që ta vendosim në kavanoza dhe do ta ruajmë në ngrirje të thellë. Pra sa herë që na duhet, mund që ta largojmë një kavanoz, të presim që të shkrihet dhe ta konsumojmë. Reçeli e përgatitur në këtë mënyrë ju qëndron për disa vite pa u dëmtuar fare. Shpresoj që do ta provoni edhe ju reçelin e fikut, do ta shijoni bashkë me familjarët e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.